Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ekstradimi i Klevios ndez alarmet për sigurinë e reperit në burg. Avokati Ervin Karanja, i ftuar së fundmi në një emision, ka folur rreth situatës ligjore dhe masat e sigurisë për reperin e TikTokut, Klevio Serbiano, i cili është ekstraduar së fundmi nga Dubai në Shqipëri për të përballur me drejtësinë. Ai theksoi se Klevio rrezikon për shkak të konflikteve të shumta me persona të ndryshëm dhe se është shumë e rëndësishme të sigurohen kushtet e duhura për mbrojtjen e tij në ambientet e burgut. Ai ndodhet aktualisht në ambientet e JVP-s dhe për shkak të kërcënimeve që ka ngritur për jetën e tij, duhen marrë masa të rrepta sigurie, përfshirë dhe kufizimin e ajrosjes në mënyrë që të shmangë rreziqet e mundshme, tha avokati. Gjithashtu përmendi se reperi ka thyer më parë masën e arrestit dhe se tani janë në pritje të procedurave të mëtejshme ligjore. Ai shtoi se me gjithë konfliktet e shumta, Klevio duhet trajtuar me respekt për të drejtat e njerëzit dhe sigurinë e nevojshme, pasi nuk përjashtohet mundësia që të jetë i pafajshëm. Avokati nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të organeve të burgut për të garantuar mbrojtjen maksimale të reperit gjatë qëndrimit të tij në ambientet e paraburgimit. Situata e Klevios mbetet e ndjeshme, ndërsa të gjithë presin zhvillimet e mëtejshme të kësaj çështje që ka kapur vëmendjen e opinionit publik.